Atere, profesor, që shmendimi juaj për shkuarjen? E shprejtë të tretë, ta shkreteni, aty për biznes, sigurisht, por, erën e tretë, kjo bë politikani plot. Si e me ndonë të me një përvoj shumë të gjatë jeni në fushën e diplomacisë, në fushën e politikës, e të gjitha, çfarë mendoni ju, që vjeni unë për sen tani? Po, formalisht, një vizit qoftë dhe treta e Donald Trump Jr. në Beograd, mund të quhet neutrale nga pikpamja politike. Por, praktikisht, dhe përvoja ndërkombëtare ka dëshmuar në shumë raste, për të mos thënë në të gjitha rastet, që misionet të tilla që mund të kenë etiket profesionale, biznesi, në fakt, në të vërtet fshehin diçka tjetër. Dhe këtë politika e përdor si instrument, të gjithë e përdorin, se nuk duan të afishojnë hapur publikisht dhe zyrtarisht për disa qëllime që synojnë të arrijnë dhe përkohësisht ndërtojnë misione të tilla me etiketa të ndryshme për të testuar dhe për të parapërgatitur terrenin. Kjo është përvojë ndërkombëtare. Dhe në këtë rast, unë besoj se është e qartë që ka një interes ekonomik biznesi, tashme midis kompanive të Trumpit, qoftë të dhëndrit, qoftë apo të djalit, por nuk fshihet dhe vizita e fundit e deklaratet e fundit provuan që ka një background politik. Tani, unë nuk duhet flasë në ratë parë edhe si historian, por edhe si ish ministri i jashtëm. Që së bashku me ambasadorin Nesho, kemi qenë prezent në momentin kulmor të akuzave që ju bën presidentit Clinton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për skandalin e Monika Levinskit. Më kujtohet, ka qenë 21 shtatori, vitit 1998, kur në para jurisë madhe dhe para prokurorit Kenneth Starr, ka dalë Bill Clinton dhe ka dëshmuar. Ka qenë një dëshmi dramatike për të, që unë ndoq nga gjithë bota. Më kujtohet është. Dhe po atë ditën tjetër, Bill Clinton ka dalë dhe ka folur para asamblesë përgjithshme të Organizatës Kombeve të Bashkuara, ku unë dhe ambasadori Nesho kemi qenë prezent. Në të takim, po? Në të takim, dhe ai ka mbajtur një fjalim të jashtëzakonshëm për momentin dhe për kohën. Pasi e kish lënë mbrapa Levinskin, thotë. Ka mbajtur një fjalim të jashtëzakonshëm dhe më kujtohet fare mirë që e gjithë salla është ngritur në këmbë dhe e ka dorë trokitur për një kohë shumë të gjatë. E gjithë salla, po them. Se mund të kishte përfaqësues të shteteve që mund të mos ishin dakord me politikën amerikane, por janë ngritur dhe mua më ka mbetur në mendje ky fakt i rëndësishëm i mbështetjes që i është dhënë atij njeriu në atë moment. Duhet të them dhe madje në muajin tetor, menjëherë pas fjalimit, ka qenë një akuzë tjetër që u përforcua edhe me deklarata të tjera të opozitës republikane të Kongresit, sepse Kongresi ngriti çështjen e impeachment për ta shkarkuar presidentin, sepse ishin dhe zgjedhjet e pjesshme për në Kongres në nëntor, një muaj më vonë. Dhe gjithë kjo zhurmë që u bë atëre, u bë edhe në funksion të zgjedhjeve të nëntorit. Dhe gjatë muajit tetor është ngritur kjo, unë pas shënimet që kam mbajtur në atë kohë. Të shtojnë një detaj, profesor? Po. Që unë e kam lexuar thjesht. Po. Madeleine Albright, sekretarja e shtetit, në shënimet e saj deklaron që
Bill Clinton e ka marrë në telefon pas mesnatë duke lexuar shënimet e një analistit njohur britanik, angles, Partosh më duket ta... Gabriel Partosh ka qenë, nuk është britanik, më duket. Britanik është. Britanik? Partoshi është britanik. Britanik, po. Ose dikush tjetër, ndoshta nuk është Partoshi, po kujtimet e... Unë i kam lexuar kujtimet e Madeleine Albrighti dhe thotë që Clintoni kishte lexuar, dhe e citon frazë për frazë, Madeleine Albrighti, kishte lexuar që ky thoshte që tani, mbasi mbarojnë me Bosnjën, ata do të sulmojnë Kosovën, do futen në Kosovë. Dhe ky ishte alarmi që ai më mori pas mesnatet, thotë, që Clintoni më mori pas mesnatet, thotë Madeleine Albrighti. Pra, ishte një shqetësim shumë i madh, ky ishte një analist shumë i njohur. Teza... Është Partoshi, po është një njeri tjetër, po shumë i njohur. Është vërtet shumë i njohur. Teza që, ose qëndrimi që mbajti Donald Trump Jr. në Beograd nuk është i ri. Atë doja të thoshe, që në tetor të vitit 1998, pikërisht në këtë kohë u artikulua me forcë kjo akuzë. Qartë. E drejt për drejt ndaj Clinton. Preqë ta inkludojmë dhe preqin në bisedë dhe pastaj të bëjmë disa pyetje që mendoj që janë të rëndësishme. Veçanërisht ajo që politika shqiptare, ambasador, se unë ambasador të them gjithmonë, falet Nesha, pyetja që politika shqiptare, po dhe politika kosovare ka kyçur gojën. Në është tani politika edhe vepron kështu, po unë nuk e kuptoj për shembull. Preç? Tani është vërtet ajo që u tha se ai vjen me titullin e një biznesmeni, por për shkak të faktit se është djali i presidentit Trump dhe është në vijën e parë tani, sepse ai... Jo, i bëri deklarata politike këta? Po pra, prandaj deklaratat marrin valencë politike. Jo marrin, ai është deklaratë e plot politike preç. Ai thot qartësisht që Bill Clintoni për të mbuluar skandalin me Levinskin ka urdhëruar NATO të bombardojë Kosovën. Patjetër. Jemi përballë një deklaratë të pastër. Jemi duke folë për diçka që po diskutohet në studio dhe jashtë kësaj studio, që heshtja e politikanëve tanë dhe të Kosovës edhe në vende tjera, sepse nuk dim të ketë patur reagime as nga kryeqytetet e Perëndimit, mbështetet pikërisht mbi një nënvlerësim, duke konsideruar sigurisht është, po ai ka valencë politike, po themon, dhe deklaratat e tij janë skandaloze. Janë të mbështetura mbi lidhje të shkurtra, mbi koincidenca, janë të mbështetura mbi pikpamje, sipas cilës në botë nuk ka më parime morale, nuk ka më parime të drejtës, nuk ka parime të humanizmit. Pra nuk ekzistojnë ato parime mbi cilët është mbështetur vendimi i SBA-ve dhe i vendeve të NATO-s për të bombarduar Serbinë dhe për çliruar Kosovën. Janë deklarata që mbështeten në mosnjohjen e historisë.